Të jesh egoist, se do veten, nuk është e dëmshme. Po, është e nevojshme të jesh egoist për të dashur veten tënde, sepse ti jep më shumë prioritet vetes se sa njerëzve që të rrethojnë. Ti vlerëson veten tënde më shumë se të tjerët të vlerësojnë. Pra, të jesh egoist, që të duash veten nuk është e dëmshme. E dëmshme bëhet atëhere kur ti do të përfitosh nga të tjerët duke ju bërë dëm atyre. Egoist duke shkaktuar në dëm të tjerëve për të përfituar për tyre, duke një shembull të thjesht. Nëse ti dëshiron që të jesh me mua për shkak sepse unë kam një pasuri, kam një pozicion pune apo kam të ardhura, dhe ti do që të jesh me mua dhe mundohesh të gjesh pikën time më të dobët për të përfituar prej saj dhe për të më ngulur si atë thikën kështu pas shpine. Kjo është egoist. Që të jesh në dëm të tjerëve, ose për t'i bërë keq dikujt. Pra, të jesh egoist, se do veten tënde nuk është e dëmshme. Është e domosdoshme në jetë.